Mirë mbrëma, nderuar televizionistë, ja ku takuam sërish në emisionin Kënd Vështrim. Unë sot jam me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Florian Mima. Zotin Mima, mirë se erdhët në emisionin Kënd Vështrim. Mirë se u gjej. Zotin Mima, jeni zgjedhur drejtuesi i Departamentit të Ekonomisë Partinë Demokratike. Si është i organizuar ky departament? S'pari faleminderit për ftesën, ndjehem i nderuar që mund të komunikoj gjatë kohës gjatë këtij emisioni me teleshikuesit tuaj. Komplimenta edhe për arredimin e ri të studios. Faleminderit. Jeni televizion vërtet i vogël, por shumë simpatik. Dhe unë ju përgëzoj edhe për kurajon që keni, për të thënë vërtetën në sy, pavarësisht se shpesh kjo e vërtet nuk i vjen përmbar, nuk i bën fresk zyrave qeveritare, po në fund fare kjo është demokracia, jo të gjithë do mendojnë si qeveria dhe edhe qeveria madje ka mirë kur ka më shumë zëra që ja thonë vërtetën në sy. Ky është misioni i medias pak. Ësakt. Po e përmenda këtë sepse vonë kam mësuar një fakt vërtet të dhimbshëm që janë rreth 16 emisione investigative të mbyllura në të gjitha televizionet e Shqipërisë dhe ky është lajm i keq për Shqipërinë. Ndaj thash doja t'ju inkurajoja, t'ju trimëroja në këtë mision tuaj në shërbim të publikut. Për të ardhur tek pyetja juaj, është e vërtet, Partia Demokratike bëri një riorganizim të ri dhe dy janë kolonat e saj organizative. Janë sekretariatet, të themi në rrafshin vertikal, dhe departamentet në rrafshin horizontal. Janë rreth 22 departamente që mbulojnë fushat ndryshme, që pak a shumë të themi janë markime të fushave ku qeveria lun me ministritë dhe me agjencitë e tjera shtetërore të saj. Unë thash, jam përzgjedh dhe e them me shumë kokulje dhe me shumë nderim nga gjithë masa e votuesve të Këshillit Kombëtar për drejtu Departamentin e Ekonomisë dhe Tregut. Ky është emërtimi i saktë. Dhe më leni t'ju shpjegoj fare shkurt se ç'është ky departament, ç'përfaqëson, ç'mision ka. Misioni i tij është të përgatisi teza, të përgatisi raporte, projekte, analiza për të furnizuar udhëheqjen e partisë, për të furnizuar sekretariatet, departamentet e tjera me ato se si mendon kjo forcë e djathtë e qendrës së djathtë, pra Partia Demokratike, se si duhet qeverisur vendi më mirë, se si i duhet ardhur në ndihmë ekonomisë dhe tregtisë së vendit. Dhe këtë mision e ka të ndarë edhe kur është në pozitë, por ashtu edhe kur forca politike që ky departament bën pjesë ngrihet në qeverisje, ai gjithmonë vigjilon, thash, për të ruajtur si gardiane këto parimet e shenjta të tregut të lirë, të një shteti të vogël, të një ekonomie liberale e kështu me radhë. Ka shumë të rinj dhe të reja, përgjithsisht janë figura që janë në formim e sipër, thash janë të rinj, të shkolluar në shkollat më të mira të perëndimit, po që kanë ardhur me bindje, me vullnet të lirë, janë bashku kësaj force politike dhe shumë shpejt do fillojnë të japin produktet e tyre. Kanë filluar që tashti të shkruajnë dhe thash ndjehemi nderuar dhe e shoh edhe si retrospektiv. Ku më kujtohet dhe e rinia ime e hershme kur konceptet tona ishin shumë të vakta për tregun, për reformat që na prisnin. Këto jo vetëm që janë të qartë, jo vetëm që kanë një shkollim shëmbullor, por janë edhe njerëz që e duan me shpirt të djathtën. Dhe unë besoj që nga kjo bërtham për rreth 20 vetash që është sot departamenti, 20 persona, janë afërsisht rreth 20, por thash dyert janë të gjitha të hapura për këdo që e ndjen që mund të vejë një tull për të mirën e tij. Shumë shpejt secili ka marrë një detyrë që të ofrojë nga 3-4 tjerë për të arritur për të bërë një nukël i madh në rang kombëtar që do të jetë 80 deri në 100 veta. Dhe pastaj për të krijuar kundërparti në të gjitha degët e Partisë Demokratike, që nga Saranda, që nga Konispoli deri në Vermosh, kudo ku ka shqiptar që besojnë tek parimet e të djathtës, e qendrës së djathtë, për një shtet të vogël, për një ekonomi funksionale, për reforma gjithmonë në të mirë të tatimpaguesit dhe të konsumatorit dhe me merakun e fundit për të pasur shtetin dhe arkën e tij.
përgjithsisht është i ndërtuar duke i gjurmuar edhe problematikës që shfaq qeverisja në qendër, pra kemi një markim të gjitha ngjarjeve, eventeve, të deklaratave, të sloganeve të hedhura nga kundërshtari ynë politik, por gjithashtu një grup tjetër merret me, të themi, me ndjekjen e përditshme të gjithë punës që bëjnë institucionet ndërkombëtare, Fondi Monetar, Banka Botërore, Banka Europiane për Rindërtim e Zhvillim, Këshilli i Evropës, Komisioni Evropian, Bashkimi Evropian në përgjithësi, pra janë të gjitha këto qendra të mëdha që prodhojnë politikë ekonomike dhe që duhen në marrë dhe transplatuar, të themi, në një ushqim të përshtypshëm nga e gjithë baza e partisë. Pra gjithçka që ky departament prodhon arrin deri ke antari më i fundit, që qoftë edhe për kuriozitet, futet në website, futet në një email të dedikuar që ka departamenti dhe lexon aty gjithçka që ky departament prodhon. Ju patjetër duhet të keni një analizë për vitin 2014. Si ka shkuar ekonomia shqiptare? Ende nuk kemi analizë të plot. Në fakt është herët, këto ditë në presim dalin shifrat përfundimtare, sot ka dalë një nga pasqyrat që ne na jep një goxha ide të mirë se si kanë vajt punët, por gjithsesi duke pas disa segmente si shifrash, ne arrim të montojmë dhe të krijojmë atë puzzle-in që për fat keq thash për veshët e gjithë shqiptarëve, të cilët nuk është se presin që t'ja u them unë, sepse çdo ditë ndjejnë tek xhepi tyre, ke ekonomia tyre. Viti 2014 është një nga vitet më të vështira për ekonominë e Shqipërisë dhe ekonominë familjare të çdo qytetari të Republikës së Shqipërisë, i vështirë në të gjitha drejtimet, por ne kemi bindjen që është vështirësuar edhe më shumë për shkak se kemi një qeveri e cila po i keq përdor votat që ky popull i dha. Kjo qeveri erdhi në pushtet për të përmirësuar punët dhe për të rritur ritmin e reformave, po jo për të zhbërë totalisht gjithçka. Dhe unë gjykoj që një nga shkaqet që 2014 ka dalë keq dhe 2015 parashikohet jetë edhe më keq, është pikërisht mlefi, urrejtja, mosmirënjohja e kësaj force qeveritare, e cila mendon që gjithçka fillon me te. Në qendër të saj, të filozofisë së saj qeverise, është slogani "Me mua fillon gjithçka" dhe për mua shteti është kryesori, që është totalisht i ndryshëm nga vizioni ynë, i cili pavarësisht se u reflektua edhe me gabime në një qeverisë 8 vjeçare në mandatin e dytë me një forcë që ishte e krahut ton politik. Gjithsesi, ai nuk devijoi kurrë nga parimi që qendra e gjithë reformave është qytetari shqiptar, është tatim paguesi shqiptar, është konsumator, pra individi. Gjithçka që ne kemi bërë, e kemi bërë për të prosperuar jetën e këtij individi. Gjithçka që po ndodh sot bëhet për treguar muskujt që unë jam një shtet i fortë dhe unë nuk pyes për ju, unë mund t'ju marr, mund të prish pronën tuaj, mund t'ju burgos, mund të bëj gjithçka më teket, dhe ky është thjesht një refleks që vjen nga diktaturë të cilët shqiptarët ja treguan vendin 20 e kusur vite më përpara. Pra është për të ardhur keq, që thash një shtet po kthehet me shpejtësi marramendse në armikun e shtetasve që ka marrë përsipër ti qeverisë. Kjo është situata. Dhe po të shohim 2014-ën, thash në të gjitha drejtimet shifrat janë pesimiste, por jo vetëm shifrat, thash ato shumica e tyre ende nuk ka marrë formë përfundimtare, por dhe perceptimi i popullatës është jashtëzakonisht negativ. Një vit ku dominoi paligjshmëria në të gjitha aksionet e qeverisë, duke rënuar pronat e ligjshme të shqiptarëve. Nuk bëj fjalë për ndërtimet e paligjshme. Madje edhe ke ndërtimet e paligjshme, nuk do doja t'i fusja të gjitha në një thes, pasi po ky shteti i shqiptarëve miratoi një kuadër ligjor për të legalizuar ndërtimet të cilat për një arsye apo për një tjetër në vite u ngritën në mënyrë të paligjshme, pra pa u pajisur me një leje. Pra kuadri ligjor ishte që ato duhet legalizoheshin. Madje forca politike që qeverisë sot erdhin në pushtet duke premtuar që jo vetëm që do të legalizojë, por do të legalizojë dhe falas. Pra pa pasur nevojë të pagoni tarifën. Sot ky premtim ka rënë, është për të ardhur keq dhe nuk më takon mua ta vëm në ta vendukje këtë devijim
180 gradë nga premtimi, pra jo vetëm që paguhet shumë shtrenjtë, por sot po vehet dorë mbi të gjitha pronat e ligjshme që kanë ndërtuar shqiptarët. Më të rriqte vëmendje një natë një nga ofiqarët e këtij shteti, i cili duke u rrekur të mbronte këtë lëvizje devastuese, shkatarruese mbi pronat e shqiptarëve, janë prona që kanë bërë ndoshta edhe të rangut të miliarda dollarëve. Mos u habisni nëse ju them të rangut të miliarda dollarëve. Që janë shkatruar. Patjetër, dhe po prishen pas një plan, thjesht për një ego, për plotësimin e një kapriçoje, sipas cilës kur të kaloj herës tjetër anës bregut liqenit, nuk dua të shoh asnjë. Ma po janë të gjitha me leje. Të dëm shpërblehen. Po si të dëm shpërblehen? Me paratë e kujt kryet ky dëm shpërblim? Janë dy paratë që dalin nga xhepi personal i X-it apo Y-it, janë paratë që paguajnë gjithë shqiptarët. Pra po ky shtet që në emër të shqiptarëve i dha leje ndërtoheni, po ky shtet sot thotë nuk më pëlqen, kështu do ta bëj lulishte me bar. Po ky është prioriteti numër 1 që ka Shqipëria sot, pra të krijojmë një dekor sa më të bukur, ndoshta edhe me palma, siç po popullohet autostrada Tiranë-Durrës në një segment të saj me palma nga me atë ndarsen e mesit mbush me trëndafila, me livadhe, me bar që do jetë për çfarë është kjo? Për të krijuar idenë sikur jetojmë në një Shqipëri tjetër? Jo, nuk është e vërtetë. Sot çdo shqiptar të cilit mund t'i bjerë ose mund mos i bjerë rruga nga ajo rrugë me palma, e di sepse ato palmat e veta i kanë në shtëpinë e tij. Palmat e tij nuk i mbyllin dot muin. Pikërisht rruga nga Rinasi drejt Tiranës, që është më pikërisht për t'i dhënë të ujve, por edhe ati vetë që hyn e del shpesh nga Rinasi, një kënaqësi të momentit. Por nuk është ajo Shqipëria. Shqipëria ka tjetër puls, ka tjetër temp të kërkesave dhe prioriteteve të saj. Fatkeqësisht nuk po shoh asnjë merakosje të qeverisë për ato fusha që jo vetëm gjallërojnë ekonominë shqiptare, por prosperojnë dhe jetën e çdo individi. Kush janë këto? Të gjitha politikat që ka ndërmarrë qeveria janë kundra investimeve. Thash, ju përmenda këtë ofiqare që thoshte pa ju dridhur qerpiku. Ato që kanë ndërtu, ndoshta edhe me leje, kujtojnë që kanë leje, po ajo leje sot gjykohet që është e pavlefshme. A imagjinoni një investitor gjerman i cili ka ardhur, ka hedhur parat dhe ka ndërtuar një linjë prodhimi me lejen e këtij shtetit shqiptarëve. Dhe sot del një në punë se e shtetit prapë të shqiptarëve, që i thotë ti kujton që e ke lejat, po unë sot nuk ta quaj. Cili është ai investitori uj që mund të vi dhe të hedhë parat në një vend ku kërcënohet haptazi në media nga ofiqarët e tij? Dhe këtu vim në një rënje drastike të investimeve të huaja. Janë përgjysmuar në krahasim me një vit më parë. 2013 ishte viti më i keq që ne kemi kaluar. Ama për investimet publike, për investimet, e huaja të drejt për drejta, janë sa gjysma atyre që ishin edhe në 2013, pikërisht nga kërcënimet tilla që hidhen pa i bërë syri tërë kërkujt. Konsumi është zëri më kryesor ndër komponentët e prodhimit brendshëm bruto të vendit. Konsumi është në rënje në tatëpjet. Të gjitha politikat që kanë ndërmarrë qeveria, të gjitha pa përjashtim, synojnë në çkuraimin e konsumit. Në një kohë që duhet ishte e kundërta, kjo shoqëri ku ne jetojmë sot është shoqëri vërtet kapitaliste, e kapitalit, por ndryshe njihet si shoqëria e konsumit. Pse është e konsumit? Që ne të marrim një palë çorape, të themi, ose një fanel, një t-shirt, një kanatiere, zinxhiri fillon që me atë bujkun që liron tokën, që mbjell farën, merr pambukun, që e çon në fabrikë tekstilit. Po tekstili që e prodhon, po tregtia me shumicë, po tregtia me pakicë derisa mbringe konsumatori. Pra në këtë shoqëri konsumi duhet që ne në momentin e parë që po themi në mënyrë figurative, hapet një vrim në çorapet, mos kthehemi dhe ta arënojmë çorapen. Po përkundërzi, ajo çorape e përmbushi misionin e saj dhe duke hedhur atë, por njëkohësisht duke pasur dhe të ardhura nga puna ose nga burimet tjera, ne të mund të blejmë një palë çorape tjera. Blerja e këtyre çorapeve tjera do thotë që gjithë këto hallkat vazhdojnë dhe të jenë në punë. Qeveria po ndjek pikërisht të kundërtën e kësaj. Ka stopuar rritjen e rrogave dhe pensioneve, që është burimi kryesor i të ardhurave. Ka vendosur një rritje drastike, minimalisht me 50% të gjitha të ardhurave tjera që krijon një individ. Të ardhurat nga dividendi, të ardhurat nga interesat bankare,
të ardhurat nga pronësia industriale, pronësia intelektuale, nga qerat e kështu me radhë. Vetëm tek interesat, me që po i përmendim, janë rreth 1.800.000 depozitues shqiptar. Dhe thot, justifikimi është ky, që dëgjoj, vërtet do paguajnë pak më shumë të gjithë, por peshën më të madhe do e mbajnë ato që kanë depozitat më të mëdha. Po pse arsyetim është ky? Si mund të rrisësh ti 50% tatimin mbi interesin? A mendon që kjo mund të rrezikojë që të gjithë të tërheqin parat nga bankat dhe janë dash 20 e kusur vite luftë që ne me politika miqësore arritëm dhe i bindëm shqiptarët që dëgjoni, këto janë bankat tuaja, janë bankat besueshme. Prandaj kthejini parat aty. Dhe u reduktu ndjeshëm masa e paras në qarkullim, sepse u fut në kanale dhe përdorin instrumentat modern. Sot pa ju dritë qerpiku, merret një masë e tillë që tatimi mbi të ardhurën nga interesi rritet me 50%. Siç thash, pra shkurajuar investimet, shkurajuar konsumi, shkuraju eksporti. Asnjë nga kompanitë përkundër gjithë premtimeve të qeverisë që do t'japin në kohë rimbursimin e TVSH-s, askush nuk po merr rimbursimin e TVSH-s. Madje të dhënat flasin që gjithkush është i forcuar, i detyruar të paguajë edhe në dorë për të marrë parat që i takojnë me ligj. Dhe atëherë o burra të shajmë qeverinë e kaluar, pa ajo qeveri e kaluar, e thënë në mënyrë figurative, miratoi nenin më revolucionar, duke qenë e ndërgjegjshme që kishte të bënte me një administratë që kurrë s'ka qenë perfekte. Nuk ka qenë dhe nuk është perfekte. Ajo i tha tatim paguesit. Nëse administrata nuk të jep rimbursimin e TVSH-s, ndërpri pagimin e gjithë taksave dhe detyrimeve tjera. Pra, po ta lej ty në dorë. Unë më duhet punë sa ta sjell në udhut këta administrator. Por ti mos i jep asnjë lek të shteti dhe kjo u bë me ligj. Kjo është e shfuqizuar sot. Siç janë shfuqizuara gjithë lehtësitë që ekzistonin për investimet kapitale. Makineritë dhe pajisjet janë të rangut të miliona eurove. Dhe duke e ditë që ke një administratë deficiente, jo korrekte në shlyerjen e rimbursimit, ne kalum shtyrjen e TVSH-s. Pra kur e bjen turbinën e hidrocentralit, nuk e pse pagon 2 milion, 3 milion euro në kufi. Jo, kur ta vesh në punë hidrocentralin, unë do filloj të të marr parat që duhet kishe paguar në momentin e sjelljes. Të gjitha këto ranë poshtë. Ka ndryshuar komplet. Kështu që jam shumë pesimist, vetëm këto 3-4 fakte që ju përmenda, por 2014 rezultati përfundimtar nuk do të jetë i ndryshëm nga ky paraprak që thash sot po revizohet, duke u kompletuar segmente të rëndësishme të dhënave që na japin mundësinë të gjykojmë për këtë vit. Do doja të ndaleshim tek dy momente nga viti 2014, janë dy aksione, energjisë elektrike dhe ndërtimet të palishme. Si kanë ndikuar këto për shumë tek ekonomia? Po fillojmë me energjinë elektrike. Kur e theksoj, Partia Demokratike nuk ka thënë që jemi pro paligjshmërisë. Pra që njerëz të caktuar të shkojnë dhe të hedhin telat në linjën kryesore dhe të vjedhin energji sikur të jenë lidhur me hidrocentralin direkt. Kur? T'ju jap vetëm një shifër, në vitin ton të fundit janë 3.000 veta që janë kallëzuar për ndekje penale. Pasi kishim bërë këtë veprim. 60 prej tyre kanë përfunduar në burg. Pra nuk është e vërtetë që thuhet që nuk është bërë asgjë. Na është lënë një grop. Do ta shpjegoj edhe punën e gropës në energjetik. Gjithsesi, duke reflektuar mbi të gjitha aksionet që qeveria ka marrë, pasi nuk është vetëm veprimi ndaj paligjshmërisë dhe debitorëve. Aksionet energjetik janë të shumta. Ato fillojnë fatkeqësisht edhe me paralajmërimin ton, që u vërtetua të ishte i vërtet, me një martesë interesash mes kësaj qeverie dhe ish kompanisë çeke që administronte sektorin e shpërndarjes energjisë elektrike. Një martesë që minimalisht i kushtoi shqiptarëve, sipas ekspertëve huaj, rreth 600 milion euro, dhe maksimalisht, në rast se gjyqi do të ishte fituar, ndoshta një shumë që mund të shkonte deri në 3 miliard dollar. Pa ky është segmenti që ekspertët, vlerësuesit e huaj, kompani
me emër gjermane vlerësojnë 600 milion euro që janë të pastra, të qarta, që vetë kompania çeke i kishte pranuar që ishin detyrime që ja u kishte OST-s, keshit dhe të gjithë operatorëve tjerë të sistemit. Pra, nga 600 milion euro në 3 miliard dollar. Të gjitha këto nxerrohen, është zgjedhja e kësaj qeverie. Ne gjykojmë që është totalisht e padrejtë dhe pandershme që u bësh shqiptarëve këtë punë. Është një punë, është një proç që thash i kushton atyre afërsisht sa një buxhet vjetor. Kjo është totalisht e pafalshme. Dhe ky ishte hapi i parë dhe sinjali jo i mirë që gjërat në energjetik nuk do ecnin në drejtimin e duhur. E dyta, gjatë 8 viteve të kaluara janë dhënë leje, licenca, të themi për ndërtimin e hidrocentraleve të vogla dhe të mesme, për afërsisht 430 hidrocentrale. Gati 100 prej tyre kanë filluar punë. Pjesa tjetër janë ose në ndërtim e sipër, ose një pjesë ende nuk ka filluar pasi për arsye të ndryshme ka stopuar financimin nga partnerët e huaj ose edhe nga pamundësia për gjetë financim brenda vendit. Por gjithsesi, 100 prej tyre kanë filluar punë, janë lidhur në sistem dhe po emetojnë, po hedhin energji në sistem. Skema që ishte ndjekur për të nxitur pra pikërisht investimin në këtë sektor, edhe me këshillën e Bankës Botërore, ishte që gjejni një çmim të favorizuar. Dhe çmimi jetë mesatarja e çmimit që është sot në bursat e huaja, pra po një mesatare afatgjat, plus një 10% që do mbulonte të gjitha kostot e transmetimit. Vlera totale për tu investuar nga këto 430 hidrocentrale është e rangut të 2.4 miliardë eurove. Çfarë do prodhojnë këto 2.4 miliardë euro? Do prodhojnë një Shqipëri tjetër energjetike të barabartë ose pak më të madhe se sa kjo që kemi sot. 1.6 giga është fuqia instaluar e gjithë hidrocentraleve në kaskadën e Drinit, por edhe kudo tjetër, e ndërtuar gjatë kohës komunizmit, 1.6 giga. 430 hidrocentralet e kanë 1.9 giga. Pra, me rreth 3.7 giga, Shqipëria përmbushte 100% nevojat e veta, fuqit instaluar flas, jo konsum vjetor, me këtë fuqit instaluar përmbushte nevojat e veta dhe krijonte premisat që një pjesë saj ta hidhte në përmjet linjave të interkoneksionit që janë bërë ose po bëhen me Greqinë, me Maqedoninë, me Kosovën, me Malnezi dhe me Italinë, ta hidhen në tregjet e tjera, të cilat paguajnë dhe mështrejnë kur marrin energji të gjelbërt, energji të rinovueshme si kjo shqiptare. E gjithë kjo skem ç'bëhet mrena natës. Nuk kemi nevojë për këtë, çmimi është i shtrenjtë, klientela dhe nuk u tha një emër se kush është klientela. Gjithsesi, sot kemi një formulë të re e cila i penalizon dhe ja ul çmimin rreth 30%. Por ato kanë bërë një biznes plan. Kanë bërë një biznes plan që thot me këtë çmim dhe me këtë afat koncesioni, unë kam leverti të hy. Në qoftë se ti në mes të rrugës ndron muzikën dhe nga vals vendos valle popullore dhe i thu vazhdo kërce prap vals me ritmin e aengut, kjo është e papranueshme. Pra kjo ishte goditja e dytë që u dha sistemit. Goditja e tretë dhe që ishte totalisht e papranueshme në sensin që qeveria nuk kreu punët e saj më përpara, sipas asaj strategjie të miratuar me Bankën Botërore, e cila pak a shumë mund të përmbledhet në vendosjen e kabinave smart, në vendosjen e linjave smart, linja smart të mençura, të zgjuara që detektojnë në çdo sekond kur pickohet dhe aty lidhen dy kablo në mënyrë të paligjshme. Ka premtuar që do i bëj tani. Është e vërtetë, edhe unë kam dëgjuar që fjalorit tashmë po fillon të zbutet dhe po kthehet ke racionalja, por shumë vonë, zarari është bërë. Pra, në vend kabinat smart, kablot smart, sahatët smart, tash sfundi përmendi. Janë disa madje. Nuk janë blerë ende, dhe ne do ta monitorojmë me shumë kujdes, sepse ka shumë mundësi që kjo nuk bëhet për të shërbyer qëllimit të mirë, ka indikacione që bëhet për të favorizuar X apo Y kompani që ka monopoli në
instrumente të tillë. Gjithsesi, fakti që po vendosen sahat thash inteligjent është pozitiv dhe për të përshëndetur, jo aq se do ndryshojë mënyrën e matjes së rrymës, si me sahatin mekanik, me disk, edhe me këtë digital, matja do të jetë e njëjtë, por me sahatin digital, me sahatin e zgjuar, të mençur ti ke mundësi të bësh politika. Po themi, një nga politikat mund të jetë kjo. Që e ka vllai jon tjetër, që është shteti tjetër i ri i Kosovës. Në ora 12 të natës atje ndizet drita e kuqe, që është sinjal për gjitha mvisat. Çoni dhe vendosin levatriçën. Vendos dushin. Dhe të gjitha pajisjet e tjera të rënda të shtëpisë që konsumojnë shumë. Është pikërisht momenti kur ka rënë dhe energjia është jashtëzakonisht e lirë. Dhe në këtë mënyrë ti prezanton pa pas nevojë ta bësh fashën me ligj, fashën e cakton orare. Dhe cili do që harxhon më shumë në fashën e zbutur do marrë një tarif më të ulët. Pra, këto janë mundësi që t'i ofron matja inteligjente. Pra, pse thash, qeveria pa kryer këto punët e veta, i drejtohet të gjithë fukarëve, të cilët nuk kishin mundësi do të paguanin energjinë elektrike, por secili prej tyre kishte nevojë për një llamp, në mënyrë që fëmijët të lexonin dhe nesër shkonin të përgatitur në shkollë. I mori dhe i plasin nëpër burgje. Në momente të caktuara ka arrit numri rreth 3000 veta në të gjitha njësitë e paraburgimit në komisariatet e vendit. Madje as pranga thonë nuk ishin. Po çfarë ishin këto? Kriminal ishin? Këtë kundërshtuam ne. Që një njeri që merr ndihmë ekonomike është për turp ka arritur në nivelet e 16.000 lekë të vjetra në shkallë republike. Dhe ti i kërkon që ky me 16.000 lekë të vjetra dhe të ushqehet, dhe të blej rroba, edhe libra për fëmijët, edhe të paguajë energjinë elektrike. Minimalisht duhet i kisha thënë, më bjerë faturën, një llampë, një frigorifer dhe një televizor do t'i paguajë shteti, se as 100 kW nuk bën. Këto minimalet, por s'mund të thush që unë pres komplet dritat. Unë ju marr dhe ju arrestoj të gjithëve. Ku po shkojmë? Thash njerëz, kolegët tanë që i kanë vizituar, kanë parë njerëz lidhur me tela, se si në mesjet. Kjo është Shqipëria e 2015-ës? Ka patur edhe shkarkime nga puna për këtë çështje. Nga radhët e operatorit. Po, nga radhët e operatorit, gardian burgjesh, domethënë që janë për shkak se nuk kanë shluar detyrimet. Partia Demokratike po e kryen misionin e saj. Ditën që një ndjer është ndarë nga kjo jetë në mënyrën më të dhimbshme në qelit e këtij shteti. Ne kemi dalë dhe kemi thënë filan deputet, filan drejtor, filan ofiqar tjetër, ka nga 20 milion, 30 milion, 200 milion të flasmet vjetra, detyrime, dhe ti merresh me një njerit pa mbrojtur. Në fundit ishte një deputet i LSI-s, mos e Unë nuk po vej emra. Thash këtu nuk jemi por të gjithë njerëzit e dinë. Partia Demokratike nga platformat e saj i ka thënë me emër dhe me mbiemër. Por nuk ecet kështu. Nuk ecet kështu. Ndërtimet, bllokimi i ndërtimeve si kanë ndikuar në ekonomi? E dhimbshme është kjo. Instituti i Statistikës, i cili për herë të parë në historinë 23-24 vjeçare të demokracisë shqiptare, ka një kre politik. Pra Instituti i Statistikës thotë që një nga degët që ka kontribuar në tremujorin e tretë vjet është ndërtimi. Në tremujorin e tretë lejet kanë qenë të gjitha të bllokuara. Nuk ka qoftë edhe një leje. Shitjet nga të gjitha indikacionet që ne marrim nga agjentët e tregtimit pasurive të paluajtshme janë të gjitha me rënje. Industria e materialeve të ndërtimit që furnizon këtë industri është e gjitha me rënje. Atëherë, si ka mundësi që thuhet që ndërtimi është kontributori kryesor? Si ka mundësi të thuhet që tregtia është kontributori kryesor, kur Banka e Shqipërisë një javë mbas kreut të instatit del dhe thotë që jemi në prag deflacioni. Pra një situatë ku çmimet jo vetëm nuk po rriten, por madje rrezikojnë të ulen. Dhe kjo në pamje të parë edhe për një sy të pastërvitur mund duket si lajm i mirë. Po mirë, po bin çmimet. Jo, po bin çmimet se nuk po shiten mallrat. Pra mallrat dhe shërbimet nuk shiten fare. Dhe pronarët e tyre detyrohen të ulin çmimet nën kosto. Kjo është situatë edhe më e dhimbshme se sa inflacioni.
Dhe Shqipëria është në prag deflacioni. Po për të kthyer tek Çfarë mund sjell kjo në fakt gjatë? Ndërtimi është gati 10% e prodhimit brendshëm bruto të vendit. Por është jashtëzakonisht sensitiv sepse gati rreth 150.000 shqiptar sigurojnë jetesën. E prerë me sopat në mënyrë drastike. Në një sekond vetëm nuk ka më ndërtime. Shqipëria ka nevojë për ndërtime. Shqipëria është në momentin që duhet seriozisht të rishikoj prezencën e ndërtimeve të kohës së Enver Hoxhës. Ndërtesa 2 katëshe, 3 katëshe, jo vetëm që janë të neveritshme, edhe nga pamja. Janë si burgje në një kryeqytet që sot ulet në mbledhjet e NATO, ose nesër do ulet edhe në Bruksel në BE. Pra ka ardhur momenti që dikush duhet thotë, ore, këto ndërtime 2 katëshe, 3 katëshe, 4 katëshe, po ndoshta edhe 5 katëshe. Që janë disa dinosaur, disa monstra, por janë dhe të pasigurta. Ndërtuesit sot të flasin me kompetencë, ato nuk kanë një hekur, një fije hekur brenda. Nuk kanë një kilogram çimento. Janë ndërtu vetëm me gëlqere dhe me rër. Dhe me tulla. Tull edhe në nyjet e tyre janë të lidhura me tulla. Ndërtimi pranueshëm dhe fati madh që por janë totalisht pasigurta në ngjarje. Kështu që duhet detyrimisht Shqipëria të rindërtohet e gjitha. Nuk mund të thush që do ndërpres ndërtimin. Bëri një tërheqje dhe është e vërtet para ca ditësh dëgjova ministren e planifikimit hapësinor që tha që po fillojmë me ndërtimet e ulta, po i lirojmë. Por nuk kishe, duhet thosh edhe më fal. Duhet thojë më fal, pse i ndërpreve? Por ja filluar, keni informacione që kanë filluar? Nuk kanë filluar, përkundrazi, opinioni po trysnohet me lajme të tjera që kush ndërton pa leje në nga data një shkurt në tokën e vet, hyn në fuqi masat e reja dhe flitet për burgosje nga 5 deri në 8 vite. Po edhe një balkon, nëse dikush quhet ndërtim pa leje dhe po pse kështu do të bëjmë? Për çdo gjë burgu, po pse burgu është zgjidhja? Burgu nuk ka qenë zgjidhje as në kohën e diktaturës. Shqiptarët janë tallë me diktaturën. Janë marrë me barcaleta me te, sepse nuk ja doli dot, nuk e nënshtron dot një popull duke e kërcënuar me burg. Burg për energjinë, burg për ujin, burg për sigurimet shoqërore, burg për ndërtimet. Po çfarë jemi ne? Po jemi njerëz fare normal, jemi si të gjithë evropianët e tjerë. Ke dëgjuar një president, një kryeminist shteti që të kërcënoi popullin e vet, burg. Kjo është e turpshme. Kështu që unë jam shumë pesimist tek ndërtimi. Jam pesimist edhe për një arsye tjetër. Komponenti i formimit të kapitalit ka 2 nën komponent, komponentin privat dhe atë publik. Pra, kur investojmë, qofshin privat, qofshin publik, ndërtojnë rrugë, ndërtojnë shkolla, ndërtojnë spitale, ndërtojnë fabrika, pra të gjitha këto që ne i quajmë asete kapitale, financohen nga 2 burime kryesore, nga paraja private dhe nga paraja publike. Që s'është gjë tjetër veçse paraja që privatët kanë pagu, por që publiku e merr nëpërmjet investimit që bëhet nga arka e përbashkët, nga shteti. Gjatë gjithë viteve të demokracisë, ka qenë mbi 34-35% e GDP-s. Pra mbas konsumit, investimet janë zëri i dytë më i rëndësishëm. Sot janë në rangun e 20%. Pra po thuaj se janë përgjysmë. Shqipëria kishte nevojë jo për 34-35, po ta mbante ke 40-45%. Ndoshta edhe ke 50% i GDP-s, sepse thash duhet ribër e gjitha nga e para. Dhe ky është fati i madh, sepse është një lokomotiv që e tërheq gjithë trenin e ekonomisë. Stop. Jam unë. Po mirë. Qofsh më shnet. Kalim tek çmimi i naftës. Çmimi i naftës nuk po reflektohet siç duhet në tregun e brendshëm. Për hir vërtetës ka një reflektim. Ka një reflektim dhe po jo në atë masë që pritet, domethënë. Jo në atë masë. Domethënë kur Partia Demokratike bëri deklaratën e parë, pasi e pa që çmimi ishte ulur këmbgryq, ke rreth 180 lekë, flas për çmimin e dizelit, 180 lekë litri. Ne hoqë që në vendet e tjera, çmimi i naftës bruto, pra i fuqisë që del nga pusi, ra nga $120 fuqia
në rreth 60-70. Kur ka shku rreth 60-70, ne kemi filluar dhe kemi dhënë deklaratën e parë. Dhe bëm një analizë. Si kontrast i madh. Ësakt, është pa diskutim. Por jemi në një situatë sot, nëse do thomë që çmimi është 180, në fakt nuk është 180, ka dhe 176, ka dhe 172, ka dhe 168 në vendet caktuara, por nuk di të garantoj për cilësinë. Atyre po marrim të mirëqenë sikur cilësia është e garantuar dhe çmimi është afërsisht 180. Ta marrim për lehtësi të shembullit. Gati 90 e pak, po i quajmë 90 lek janë taksa dhe 90 lek është vlera e lëngut plus gjithë kostot plus fitimin e të gjithëve, importuesit, shpërndarësit, shitësit me pakicë. Pra gjysmë për gjysmë. Gjysmë taksa, gjysmë lëng. Kur lëngu bjen nga 90 në 40, duaj që çmimi final të ishte 90 që janë taksat plus 40. Të ishte 130, 135, 140. Pse nuk ndodh? Pse nuk ndodh? Pikërisht sepse pjesa e taksave nga 1 janari nuk është më 90, është bërë 102. U fut dhe një taks tjetër. Është rritur. Pra, kurse pjesa e lëngut plus thash marzhet e fitimit dhe kostot që mbulon ajo, është kaq sa ç'është. Pra qeveria duhet ta kuptojë që është ajo shkaktarja kryesore pse çmimi nuk bie. Çfarë ndodh që ndodh jashtë, nuk e sot më shumë se sa 140 lek nuk bie. Nuk bie dot, është e pamundur të bjerë. Pa bërë ndërhyrje në sistemin e pa bërë ndërhyrje. Ka një studim nga Bloomberg, merret me analizën e sektorit hidrokarbur dhe ka arritur në përfundimin që ka krijuar një konceptin e një lloj dollari ndërkombëtar ku barazon dhe një shqiptar, edhe një nga Ghana, edhe një nga Amerika dhe një nga Gjermania. Dhe thot, me ç'pjesë të rrogës ditore, secili nga këto individ e blen 1 litër karburant. Gjermani, Amerikë, 2% të pagës ditore blen 1 litër. Kosova, 4%. Maqedonia, 3%. E kështu me radhë. Shqipëria, 10.2%. Më e lartë. Është pa diskutim ndër më të lartat në botë. Jo që çmimi që ne kemi sot në pompë është më i lartë në botë, por i lidhur dhe me fuqinë blerëse dhe me pagat ditore, mujore, vjetore të këtyre individëve, ti sot je më i shtrenjti. Dhe qeveria duhet urgjentisht. Pse? Sepse është një moment fatlum për ekonominë botërore. Christine Lagarde e FMN-s e anonconte si një nga mundësitë, nga potencialet më të mëdha që ekonomitë mund të rriten sepse çmimi i naftës po bie. Po pra po ulen premisa për kostot që janë shumë të rënduara sot. Për prodhimin e energjisë, për transportin dhe për shumë komponentë tjerë ku nafta është zë kryesor. Në Shqipëri ndodh e kundërta. Dhe ndodh me krenarinë më të madhe. Dëgjoj kreun e vendit që thonte që edhe për këtë vit çmimi i naftës do vazhdojë të ulet. Dhe harron që ai është vend prodhues nafte. 2-3 prodhues që ne kemi sot, publik edhe privat, janë në prag të mbylljes. Sepse nafta e tyre që prodhojnë nuk shitet dot më. Jashtë, po janë me mira familje që mbahen me atë. Pra një shtetar duhet jetë i kursyer në deg. Pra vetëm për të thënë popullit që një taksa është pjesë e lojës që bën opozita, taksat nuk janë aq të larta, madje ja çmimi po vazhdon dhe po bie. Ta jep atje. Cilat janë nismat që ka marrë opozita në lidhje me këtë gjë? Ju si departament e kësaj fusha. Ne kemi provuar me këtë majorancë 2 herë. Në 2 dhjetor, të 13-s dhe të 14-s, kur kalon buxhetet e viteve pasardhëse, shkruajtëm me 10 amendamente, pikërisht për disa nga këto nisma, për të mos i lënë të ndodhin, duke i bërë thirrje dhe njëkohësisht racios, arsyes së qeveritarëve, mos nxitoni. Për çfarë po e bëni këtë rritje? Në fund fare, gjithçka do përkthehet në rreth $50 milion më shumë për buxhetin e shtetit.
Por ky $50 milion po të lehet në duart e konsumatorëve, të investitorëve, të kompanive, ka një efekt multiplikator që mund të bëhet $250 milion për ekonominë. Pra mos ju gëzoni këtyre pak parave që po merrni në mënyrë parazitare tek dera e portit në dogan, por lejani ekonomisë. Dhe është një fakt që thot se kur çmimi i naftës dhe i energjisë, sepse ato shkojnë bashkë, ulet me 10%, potenciali për rritjen ekonomike është afërsisht 1%. Goxha e konsiderueshme. Është absolutisht. Dhe ne bëjmë me kokë forci të kundërtën e kësaj, të këtij postulati që duhet ishte fanar, dritë për të na udhëhequr. Ka dhe shumë të tjera, por gjithsesi kjo është situata. Unë dëgjova kolegen Tabaku, dje ka pas një deklaratë për shtyp, dhe ajo tha që do të përgatisin të gjitha nismat ligjore për t'i kërkuar qeverisë që të, ndoshta do të jetë një amendament, nuk jam i informuar, prandaj nuk po. Por gjithçka duhet bërë në mënyrë që qeveria thash të kthejë vetes arsyen në veprimet e saj. Ju përmenda thash paratë që mblidhen në dogan, sot kam pa një statistik prap provizore, sepse ende nuk është mbyll zyrtarisht 2014, që konfirmon pothuajse 100% të gjitha ato paralajmërime që ne bëm në këto 2 vite të kësaj qeverisë. I tham mos i rrit taksat. Mos i rrit taksat se do të rritet evazioni, do të rritet korrupsioni. Ku jemi sot? Vetëm në aksiza, me planin origjinal të 2014, kemi rreth $80 milion më pak. Pra, edhe fatkeqësia është që aty s'janë më vetëm shqiptarë. Ka dhe një trup të huaj që është Crown Agents, një kompani me emër e huaj që asiston, dhe megjithatë $80 milion është gepi, është deficiti vetëm në aksiza. Gati $20 milion të tjerë në tatim fitimi. Gati $40 milion të tjerë në taksa nacionale, e kështu me radhë. Dhe po të shohësh rezultatet në krahun e shpenzimeve janë vërtet të dhimbshme. Të gjitha shpenzimet janë paralizuar në një total për rreth $300 milion. Po nëse ti e mendon që do t'i marr para popullit dhe me këto para do bëj investime dhe shërbime publike dhe një pjesë për koston e administratës, dhe ke arritur në një ekuilibër që populli duhet t'i marrësh aq sa të duhet, dhe sot e shef që për 2 vite radha se ti nuk harxhon dot parat që i ke marr popullit, atëherë duhet t'ia kthesh. Nëse nuk i kthen dot që ti çosh një çek gjithsecilit, thuaj që për vitin tjetër do t'ju ul taksat, sepse ju ka marr pa drejtësisht. Pra ke $300 milion, plus janë 700 milion të tjera që u morën hua në mënyrë totalisht pa justifikuar. Pra edhe e parë dhe me ekonominë reale, duke ndërthurur dhe me këto shifra të financave publike, thash pamja bëhet akoma më pesimiste. Qeveria aktuale ju akuzon edhe për ato që quhet grop financiare të sigurimeve shoqërore. Çfarë ka ndodhur zoti Mima? Kush e ka thënë këtë? Do të velie në pjesë e mirë kompanive nuk kanë paguar sigurimet shoqërore. Dakor, ju pyeta jo pa qëllim, sepse personin në fjalë dëgjova kur e tha dhe nuk ndjehem i habitur, por ai që më habit është se si ka mundësi që njerëz që janë sot në politikë me lehtësinë më të madhe hedhin shashka, hedhin tymonjse vetëm me një qëllim të caktuar. E para për të bërë pis ato që ishin përpara në qeveri, për t'i bërë pis, për t'i lyer me bloz, se nuk ngopen. Dhe e dyta, për shpërngul vëmendjen nga 1001 hallet që ka ky vend. Pra më mirë të përmendim blozën, thot, se sa populli dëgjoj për të bardhën. Pra më mirë blozë sa miell.
Pra, dhe e devijon komplet vëmendjen. Tani të vim te kjo fushë. Unë kam punuar pranë Institutit Sigurimeve Shoqërore në 1993. Pra i bën 22 vite më përpara. Vit kur u shkrujt për herë të parë edhe ligji i ri modern i sigurimeve shoqërore. Igor Tomesh ka qenë një këshilltar çek shumë i mirë. Bëri një ligj, ngreti një sistem, një kolonësh, dhe njëkohësisht rriti 3-4 njerëz afër vetes tij që të bëheshin gati që në ndër vite ta kompletonin reformën. Ai sistem, me të mirat dhe me të këqijat e tij, jetoi 20 e kusur vite dhe sigurisht i kishte ardhur koha që mbi të vehej dorë. Të duhet vënë dorë, them edhe unë, thonte edhe ministri që ju përmendët, duhen vënë dorë. Pra të dy palët nuk është se kishim diferenca. Duhet reformu? Duhet reformu. Çfarë thonim ne? Ne thonim që ky sistem i mirë i keq misionin e tij e kreu. Tani kemi 560.000 pensionistë që janë gjallë, por kemi gati 1.100.000 kontribues që kanë derdhë parat ky fond. Të themi sot që mbyllet, se mbyll dot. Ti do presësh që dhe i fundit i titullum për pension të shijoj pensionin e tij, dhe njëkohësisht të bësh një hesap. Do vendosësh një moshë, një brezit caktum dhe që janë më të rinjt, ato janë nga 18 deri në 32-33 vjeç që thosh dëgjoj. Ju keni punu dhe keni dhënë X lek, X plus 2, X plus 5 lek në fond. Tani unë do t'ju akthej të gjitha këto, por nga ky moment ikni nga ky fond dhe hajdeni në një kolon tjetër, që nuk do ketë më të bëjë me buxhetin e shtetit, do jetë e detyrueshme, por do jetë e menaxhueshme privat. Një trust, siç është në Kosovë, siç është në të gjitha vendet perëndimore, dhe kjo ishte kolona e dytë. Pra një kolonë e dytë që sa do vinte do forcohej dhe një kolonë e parë që do shrinke, që do të kurrej ndër vite. Ne u mbasim zgjedhjet dhe kjo skeme jona, e cila për hir të vërtetës ishte pranuar nga Banka Botërore. Të dy palët kemi konsulent Banka Botërore, dhe PS-ja dhe PD-ja. Kjo ishte skema jonë. Skema e tyre ishte e lejmë një anë kolonën e dytë, hajde të reformojmë këtë kolonën e parë. Çfarë mund t'i riparojmë kësaj? Dhe janë 3-4 ndërhyrje, por më e dëmshmja kush është? Është prezantimi i konceptit të pensionit social, që thotë, në dash kontribon, në dash mos kontribo, po herë dhe 70 vjeç, unë do t'jap një pension. Ne kemi qenë totalisht kundra kësaj, Banka Botërore është pro kësaj, siç ishte pro kësaj tonës, pamërsisht. Me çfarë argumenton këtë studie? Ideja ishte kjo, ky pensionisti edhe në kohën tuaj merrte një ndihmë ekonomike. Dakor, po merrte ndihmë atje ku marrin ato që s'kan të ardhura. Por nuk mund të prishësh skemën kontributive. Kjo skemë është ngritur mbi kontributet. Pra njerëzit pagojnë dhe mbrapsh marrin atë që kanë kontribuar kur kanë qenë të ri. Kjo ra, gjithsesi, për të ardhur tek puna e gropës. Pra, doja të thoja këtë që nga viti 93, kur u kriju sistemi i ri, e këtej ka pas me dhjetra, me qindra dhe me mira raste kur njerëz caktuar në situata të caktuara nuk janë sjell ashtu si thonte ligji. Po themi, një punëdhënës vinte momenti që duhet pagu çeku i pagave, në atë ditë duhet ndali edhe kontributin, të shtojë edhe një pjesë kontributit vet dhe ta derdhi në sigurime shoqërore. Ka thënë do ta deklaroj, por nuk e bëj pagesën. Mund ta bëj 10 ditë më vonë, do paguaj edhe një gjop dhe sepse ato para i duheshin për diçka tjetër. Totalisht e dënueshme. Por ligji thotë që mund ta bësh. Mund ta paguash penalitet. Më vonë, po të paguash kamat edhe gjop për pagesë vonum. Kjo ka ndodhur. Pra punëdhënës caktum nuk kanë pas mundësi, ose edhe me vetdije, me dashje, nuk kanë dash të pagojnë në një moment caktum, do pagojmë në një moment tjetër. Por e kanë deklaruar. Dhe ligji thotë, nëse e ke deklaruar, mund ta pagosh. Mund këtë ndodhë tjetra, punëdhënës caktum, kanë bërë deklarimin, kanë shkuar në faliment. Ka sot ndërmarrje publike që janë mbyll, por që kanë detyrime me miliona.
në fondin e sigurimeve pensionale. Pra, rastet janë pa fund. Por, mundesh ti të dalësh dhe të thush që këtë e ka bërë ministri i qeverisë, se keq i qeverisë kalu, absolutisht, kjo është turp për ty. Nuk mundesh ti të fitosh kredit politik duke shndruar një kolegun tat, është shqiptar dhe ai, duke shndruar në një tabelqitje, është absolutisht e papranueshme. Nëse ka aty njerëz, nëse ka njerëz që kanë abuzuar, dhe ti nuk i çon, je ti fajtor. Nëse i çon të ulen në bankën e drejtësisë, ke kryer vetëm detyrën dhe vetëm kaq. Por diçka më bën të dyshoj. Thuhet skandal i madh, skema e mashtrimit e pensioneve, dhe në fund fare kryeministri thotë qeveria vendosi t'i paguajë vetë të gjitha. Unë po e them, dhe kam thënë dhe në një media tjetër, nëse është skandal, mos pagu as 100 darkë. Nëse është skandal, atëherë. Nëse po pagun, nuk është skandal. Dhe duhet që dikush të përgjigjet për këtë fjalë, për këtë etiketim të pamerituar që i bëri. Jo vetëm kolegëve thash, qeverisë më parshme, po gjithë skemës, të gjithë mundit dhe djersës së kontribuesve. Pra, unë gjykoj që aty ka një problem teknik, ka një problem administrativ, fakti që përzihet politika më jep të dyshoj që, më bën të dyshoj që ka qëllim të shpërnguli vëmendjen nga ngjarjet e mëdha që po ndodhin në këtë vend. Dhe njëkohësisht thash të bëj pis me blozë të zezë, duke kujtuar se e zeza do mbuloj të bardhën që po zen gjithë skenën e ngjarjeve shqiptare. Kalojmë tek reforma territoriale, zotë Mimo. Çfarë efektesh pritet të japë në ekonomi kjo ndarje territoriale? Ndoshta jam personi më i gabuar për të pyetur për reformën. Nëse reforma ka si qëllim që e gjithë harta e Republikës Shqipërisë të dali ma vi, ndoshta dhe e kuqe, në përsi të ndarjes që do ketë mes dy aleatëve, kjo nuk është reformë, kjo është një paçavure që bëhet vetëm për qëllime zgjedhore dhe politike, për të kapur dhe akaparuar gjithë territorin e Shqipërisë nga Saranda deri në Tropoj. Edhe një herë, në të njëjtin format si ke pyetje, kishte nevojë Shqipëria të rishikonte hartën e saj? Pa diskutim që kishte ardhur koha që kokat e politikës duhet bëheshin bashkë dhe të kërkonin ndihmën e kokave të administrimit territorial. Shqipëria ka me 10 kapacitete. Nuk afrohet asnjë prej tyre dhe thash kokat e politikës në mënyrë të njëanshme, unilaterale, ndërmarrin këtë reformë, ku Tirana tash nuk lidhet me Paskuqanin dhe me Kamzën, por lidhet me Zallherin dhe Zallbastarin që s'ka pika lidhje. Po kështu, gjithë veriu ngelet me një numër njësish fare të vogël, fare minimal, ndërsa pjesa më e madhe ndodhen në jug. Edhe ka plot pika të qortueshme kjo reformë. Gjithsesi, ka një vendim gjykatës kushtetuese dhe ne e kemi bërë qartë ndër vite, jo sot, që kur flet gjykata ka folë në emër të sovranit dhe ne do t'i nënshtrohemi të gjitha vendimeve që ajo jep, por gjithsesi ka paralel me te edhe një proces për inicimin referendar në nivel lokal, të presim të përfundoj dhe ai, por gjithsesi, nëse më lejoni të them vetëm diçka, një reformë që nuk forcon tagrat, kompetencat, të drejtat e pushtetit lokal, një reformë që nuk forcon financat e tij, një reformë që nuk synon lehtësimin e shërbimeve të qytetarit, fshatarit, të komunarit, kudo që të jetë, në një mali. Pra, t'ja ofroj shërbime sa më afër rezidencës tij, por që kryhet për qëllime thash në mënyrë që një forcë politike, a dy forca politike të marrin dhe të ndajnë të gjithë thelën e territorit, kjo nuk është reformë dhe Zoti Basha ka bërë qartë që zgjedhje
Nën këtë kuadër nuk mund të ketë. Gjithsesi, kjo nuk do të thotë që Partia Demokratike do t'i bishnojë zgjedhjeve, ajo do të hyjë në të gjitha proceset që do të pasojnë, thash, vendimin që do të jepet për referendumet lokale dhe mëtej ajo do t'i drejtohet popullit në mënyrë që popullin blu, përkrasit e saj, militantët, votuesit, ta zgjeroj edhe me një mas disa fish më të madhe që janë të gjithë njerëzit që janë të zhgënjur nga propaganda, që janë të zhgënjur nga premtimet boshe, që janë të zhgënjur nga sjellja arrogante dhe kokëfort e një qeverie që nuk i shërben më atij. Ne jemi jashtëzakonisht optimist që rezultati i zgjedhjeve lokale do të jetë sinjali i parë që kësaj mazhorance i ka mbaru vaj kandilit. Presim të shohim rezultatet, zotëri, no? Çështja e fundit, kush janë pritshmëritë për vitin 2015, sipas jush? Në aspektin ekonomik gjithmonë. Që të jem fare i sinqert. Ditën e parë që kemi mbajtur fjalimin inaugurues për programin e qeverisë socialiste në 2013, kam thënë një shprehje që do dështosh me të gjitha këto premtime. Dhe nga i drejt qiri si Selvi që je sot, mas 4 vitesh do jesh bëj krusur nga pesha e premtimeve të pambajtura. Ne nuk mund të rrim, sepse ne po shohim që të gjitha veprimet dhe mos veprimet e kësaj qeverie po bëjnë të kundërtën e kësaj. Jo vetëm që nuk rritet ekonomia 10%, po sot ka ardhur puna që edhe kjo ekonomi që është në familjet e gjithë secilit rrezikohet të fillojë të gryhet, të paksohet. Pra një familje, e thënë në mënyrë simbolike, me këto politika që po ndërmerr kjo qeveri, rrezikon që nesër të humbasë frigoriferin e saj. Pas nesër, gjithë dritaret e shtëpisë. Pas nesër divanët. Pra fillon dhe tretet, gryhet. Në këtë situatë jemi. Viti 2015 do të jetë jashtëzakonisht i vështirë. Më ishte kënaqësi që kishte sot, më sa. Gjithashtu. Të nderuar televizionistë, ishim me Florian Mimën, deputet i Partisë Demokratike. Bashkë do të ritakojmë në emisionet e ardhshme.